Yjet që perëndojnë dhe shuhen. Zoti plot fuqishëm tha: betohen për ata yje që tërhiqen, për ata që përshkrojnë rrugën e tyre dhe shuhen. Mrekullia shkencore. Fjala arabe el khunes do të thotë të zhdukesh pa të parë. Fjala el gjavar do të thotë të ecësh në një drejtim të përcaktuar. Si rezultati i tërheqjes së vazhdueshme të gjithësisë, zhduket nga sy gjithçka rreth tyre. Në këtë mënyrë, Kurani krahason yjet që shuhen me diçka që fshihet nga faqja e dheut. Rëndësia e këtij vërtetimi qëndron në atë që është betuar, yjet që tërhiqen, të cilat përshkruhen në vargjet e mësipërme në një mënyrë që të kujtojnë vrimat e zeza. Vrimat e zeza janë yje, të cilët e kanë përshkruar rrugën e tyre tashmë dhe që në fund të jetës së tyre kanë perënduar. Tërheqja e gjithësishme e tyre në mënyrë të vazhdueshme zhduk çdo gjë rreth tyre. Gjithashtu Kurani i përshkruan yjet që tërhiqen si fshirëse të gjithçkaje, jo që përputhet me përshkrimin shkencor. Përshkrimi i saktë qëndron si një provë vendimtare që Kurani është me të vërtetë fjala e Zotit, krijuesit të gjithçkaje. Fakte shkencore. Në fund të shekullit të kaluar, astronomët zbuluan praninë e trupave, të cilët njihen me emrin vrimat e zeza. Për llogaritjet e bëra, vërtetojnë praninë e tyre, që nga viti 1971 është zbuluar më shumë rreth tyre. Dhe shkencëtarët tashmë besojnë se një vrim e zezë gjendet në mesin e yjsisë tonë, rruga e qumshtit. Ato kanë kaq densiteti të madhe dhe tërheqje të vazhdueshme, saqë mund të tërheqin dhe zhdukin çdo gjë që u afrohet. Për këtë arsye, quhen dhe vrima të zeza. Ato mendohet të jenë yje madhështore në vitet e fundit të jetës së tyre. Rrotullohen rreth boshtit të tyre me shpejtësi maramendse. Kanë densiteti shumë të lartë, miliarda ton për centimetër kub. Ato kanë një aftësi të pazakontë për të fshirë nga syt gjithçka që ju del përpara, si për shembull gazra apo plura e tjerë. Quhen të zeza nga që ato janë krejtësisht të errëta dhe të paqarta, nuk mund të shihen, nga që as rrezet e dritës nuk mund t'i shpëtojnë tërheqjes së tyre.